Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga recetat më të shpejta, plot shije, fiks receta verore që duam të mbarojmë shpejt dhe të mos na marrin shumë kohë në kuzhinë me këtë të nxehtë apo jo. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në tigam kam shtuar 2-3 lugë vaj ulliri dhe 2 patullxhan të prerë në kubik. Do t'i skuqim pak sa të zbuten dhe t'i bjerë pak volumi patullxhanëve dhe pasi janë gati do shtojmë një qep. 2-3 thelpinj hudhër. Hudhra është shumë e rëndësishme në këtë recetë, i jep një aromë fantastike. Nëse nuk e preferoni shumë, mund të shtoni thjesht një thelpër. Do vazhdojmë skuqjen sa të zbuten të gjitha bashk perimet. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhi një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe. Të shtojmë 3 domate të ndara në copa, të cilat i kemi pastruar përpara dhe do vazhdojmë skuqjen sa të zbuten dhe të lëshojnë të lëngun dhe ngjyrën e tyre. Janë domatet e verës tani, janë në kulmin e pjekurisë dhe kanë një aromë fantastike. Pasi janë skuqur të gjitha bashkë, do shtojmë djath, unë kam zgjedhur djath të shkrirë, kri, piper i zi, rigon dhe spec të kuq. Përziejmë sa të tretet djathi dhe pasi djathi është gati, do të shtojmë djath të bardh feta nëse e preferoni. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani në koment. Shtojmë djathin e bardh, majdano sipas dëshirës dhe rigon, gjithashtu rigoni është i rëndësishëm në këtë recetë. Ju mund ta quani si të dëshironi. Në Greqi kjo quhet saganahi me patullxhan, ngjason shumë me fërgesën tonë shqiptare, thjesht këtu nuk përgatitet me speca, por me patullxhan. Unë ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni sepse jo vetëm që përgatitet shpejt, është shpëtim, por është mjaft e shijshme. Jam e bindur që kur ta provoni do ju pëlqejë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment.